Emri oligarkut Shkëlqim Fusha të del përpara sa herë shpallën tendera, kur jepen leje kullash dhe koncencione. Sidomos qendrën e Tiranës e ka zaptuar në të gjitha kuptimet e fjalës. Fusha është mbi ronoja të teatrit kombëtar, para dhe poshtë Skënderbeut. Në çdo operacion të kryeministrit Rama që lidhet me qendrën e kryeqytetit, më parë vendoste sipas rastit maskën me pamjen e Shkëlqim Fushës ose të Erjon Veliajt. Tashmë që Veliaj është në burg dhe Fusha vazhdon të mbretërojë në sheshin Skënderbej, kryeministri po përpiqet të dizajnojë një maskë me fytyrë femre. Por Anuela Ristani duket e panatyrshme dhe pabesueshme. Si shembull na vjen tenderi i fundit, 1.3 miliard lek për pastrimin e sheshit Skënderbej, i Bashkisë Tiranë, i shpallur përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik. Nuk do të thoshim gjë të re që tenderi është qepur si kostum pas trupit të Shkëlqim Fushës, por Anuela nuk e ka bërë me kokën e vet. As drejtori që ka firmosur letrat nuk e ka këtë guxim. Ata mbase nuk do ta refuzonin biznesin me Fushën, por gjërat kanë nisur shumë kohë më parë. Shkëlqim Fusha është përfituesi i projektit të rikonstruksionit të sheshit dhe qysh atëherë përfiton një koncesion të pashpallur që lidhet me të. Çdo 3 vjet bëhet ky tender i pastrimit dhe Fusha mbledh me fshes thërrimet e kontratës 1.3 miliard lek. Më konkretisht tenderi i quhet Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i sheshit Skënderbej. Më 19 mars 2026 u njoftua prokurimi, më 20 prill ishte data e mbajtjes së tenderit. Fituesi akoma nuk është shpallur, por do të ishte surprizë të mos fitonte Shkëlqim Fusha. Ai ka ekspertizë në punë të ngjashme dhe lidhje direkte me krerët e rilindjes. Sheshi që është ndërtuar dhe ka marrë këtë emër qysh më 26 nëntor 1937, ka pasur vetëm ndryshime kozmetike të politikanëve që kanë qeverisur. Enver Hoxha hiqte dhe vinte buste, ndërsa Edi Rama hoqi qarkullimin e makinave dhe ndërtoi një park nëntoksor. Por këto u kushtuan qimet e kokës taksa paguesve. Në vitin 2008, qeveria shqiptare firmosi një marrëveshje me shtetin e Kuvajtit, ku sigurua një grant 5 milion euro. Këto para u shpenzuan për rehabilitimin e sheshit, të konceptuar vetëm për kombësorët gjatë viteve 2008-2011, kur në krye të bashkisë ishte Edi Rama. Ky nisi zbatimin e projektit të studios belge 51N4E. Në maj të vitit 2011, Edi Rama firmosi një marrëveshje granti me fondin kuvajtian për zhvillimin ekonomik arab, nëpërmjet të cilit u dhan 5.5 milion euro, ku parashikohej zhvillimi i fazës së dytë të punimeve për sheshin. Me ardhjen në krye të bashkisë të Lulzim Bashës, u kthye sërish qarkullimi i makinave. Në prill të vitit 2016, 10 muaj pas ishte zgjedhur kryebashkiak Erjon Veliaj, risolli projektin e Ramës. Kompania fituese që do të bënte punimet ishte Fusha SHPK, e cila në vitin 2016 fitoi tendrat me vlerë 15.1 milion euro. Kjo kompani zbatoi 2 fazat e rikualifikimit urban të sheshit dhe ndërtimin e parkimit nëntoksor. Në fazën e dytë të punimeve të sheshit u shtua dhe dëmshpërblimi disa pronarëve që prekeshin nga projekti. Me një vendim të Këshillit të Ministrave, shuma që u përcaktua për dëmshpërblimin e pronarëve ishte 1.65 milion euro. Kosto e shpenzimeve për sheshin nuk mbyllet me kaq. Në vitin 2016, kompania Fusha SHPK nënshkroi 3 shtesa kontratash për punime në sheshin Skënderbej, që arrin shifrën prej 3.2 milion euro. Deri aty, projekti kishte kapur shifrën e rreth 20 milion eurove. Pas mbarimit të rikonstruksionit të sheshit, Fusha do të merrte tenderin e pajustifikuar të pastrimit të këtij territori, që dyshohet se është një vjedhje e pastër e buxhetit. Bashkia e Tiranës ka të punësuar mira punëtor në disa ndërmarrje, nga pastrim gjelbërimi, parqet e rekreacionit deri tek punëtorët e qytetit dhe të tjera drejtori. Ndërkohë për pastrime prokurohen miliona euro, teksa qyteti është ndarë në disa nënzona për të cilat kishte kontrata pastrimi. Pa llogaritur këtu shoqërinë Eko Tirana, e cila tenderon miliona euro çdo muaj për kazan dhe blerje makinerish pastrimi. Por më tepër, vetë struktura e sheshit është ende në mbrojtjen e garancisë teknike. Sipas kushteve të ndërtimit, Fusha ka një detyrim kontraktor 12 vjeçar për të riparuar çdo dëm apo defekt që mund të shfaqet deri në vitin 2026. Në fakt, gjithnjë tek sheshi janë parë punonjësit e pastrim gjelbërimit që kujdesen për kosha dhe lulishtet. E megjithatë, Bashkia e Tiranës në vitin 2019 do të hapte tenderin me objekt Mirëmbajtja dhe Menaxhimi i sheshit Skënderbej me një fond limit prej 1.33 miliard lek. Kështu, më 9 janar 2020, u firmos kontrata me flamur të kusht të korrupsionit me Fusha SHPK. Kozjatja sipas dokumenteve ishte 36 muaj. E njëjta situatë përsëritet edhe më 6 qershor 2023,
kur kompania Fushë SHPK jepet kontrata e pastrimit të sheshit për 3 vjet të tjera. Sërish me flamur të kuq, u eliminuan të gjithë konkurrentët përveç fituesit. Po cili është menaxhimi që i bën sheshit kjo kompani? Parkimin e ka bashkia me Tirana Parking, koncertet i vendos Drejtoria e Kulturës e Bashkisë, kioskave të qofteve dhe lodrave u jep leje bashkia. Në kontratë flitet për pastrimin e fasadave. Cilën ndërtesë pastron Fusha? Muzeun që është rrethuar me skela prej 10 vjetësh? Bankën që sapo është rikonstruktuar apo Pallatin e Kulturës që financohet nga Ministria e Kulturës për çdo investim? Për të qartë dhe për të qeshur ky tender. Nga kujdesi për të justifikuar këto vjedhje spektakolare në preventiv është futur një shërbim special pastrimi. Pastrimi i çamçakizave nga pllakat e sheshit. Sasia 26.000 metra katror. Sikur i gjithë sheshi të mbulohej me çamçakëz, nuk do t'ja vlente që ky zë të shënohej në këtë tabel me 1.3 milion euro. Por kë vidhen këto para? SPAK i është afruar së vërtetës. Për momentin, të gjitha përgjegjësitë po i merr Erion Veliaj, por së shpejti hetimet do të shkojnë më lart. Një nga biznesmenët për cilët SPAK ka vendosur masën detyrim paraqitje është edhe Shkëlqim Fusha, pronar i kompanisë ndërtimit Fusha SHPK. Edhe kjo një kompani e lidhur ngushtësisht me punët publike gjatë periudhës së drejtimit të bashkisë, përgjatë 3 mandateve të rilindjes. Madje për biznesmenin Fusha u tentua të bëhe edhe një ligj klientelist për t'i falur tokë tek teatri kombëtar, që u rrafshua pavarësisht kundërshtimeve të aktorëve. Veliaj sipas SPAK ka firmosur një leje ndërtimi në fshatin Yrshek të Tiranës, objekt që do të ndërtohej nga kompania Fusha SHPK. Por edhe këtu në sken del një OJF e ngritur nga Ajola Xoza, bashkëshortja e zotit Veliaj. Nëpërmjet kësaj OJF-ja, Xoza kryen transaksione të çuditshme bankare, të cilat SPAK thotë se janë përfitime të ardhura nga klientelizmi i bashkëshortit të saj, administrator në kompanisë Fusha SHPK. Nga aktet e administruara pranë Bashkisë Tiranë rezulton e provuar se Fusha SHPK me aksioner e biznesmenit Shkëlqim Fusha ka përfituar leje ndërtimi nga kjo bashki në kohë të ndryshme. Në një nga këto raste, Erion Veliaj ka firmosur leje për një vilë në Yrshek që do ta ndërtonte Fusha. Pas marrjes së lejes, kompania Fusha SHPK kalon një shumë të konsiderueshme parash në llogarinë e 2 avokatëve. Lidhje të afërta të Ajola Xozës dhe ata kalojnë gjysmën e parave në llogarinë e Harabel. Po sipas SPAK, një pjesë e konsiderueshme e financimeve të kryera për qendrën Harabel që zotërohen nga Ajola Xoza merreshin kryesisht nga sponsorizime nga subjektet të cilat lidhen në një formë apo në një tjetër me Bashkinë e Tiranës. Këto përdoren edhe për pagesat e qerave të Ajola Xozës, po kështu edhe si likuidime të faturave për shërbime të kryera nga shoqëritë e familjarëve të saj. Gjithsesi, marrja e kaq shumë tenderave dhe koncesioneve nuk mund të shlyhet vetëm me transaksionet që i ka bërë Fusha bashkëshortes së Veliajt. Po ashtu, diçka mund të pikojë edhe për kryebashkiaken e komanduar i stanit që kalon këto tendera. E megjithatë, ky oligark nuk do të mund të merrte asnjë kontratë të rëndësishme pa dijenin dhe miratimin e kryeministrit Rama. Thank you.